Prej disa ditësh në rrjetet sociale ka nisur të qarkulloj lajmi se Monika Kryemadi do të jetë një nga opinionistet kryesore të sezonit të ri Big Brother VIP 5 Albania. Edhe pse fillimisht u duk si një tash e themi zakonshëm, burime pranë produksionit kanë lënë të kuptohet se bisedimet kanë qenë intensive dhe se tashmë gjithçka është drejt finalizimit. Emri i saj ka ndezur menjëherë reagime, pasi Monika njihet për natyrën e saj të drejtë për drejtë dhe komentet pa filtr, duke e bërë një figurë ideale për një format ku debatet, analizat dhe dinamika mes personazheve janë baza e çdo prajmi. Përfshirja e Monikës në panel shihet si një lëvizje e fortë e produksionit për të rritur vëmendjen dhe interesin e publikut. Ajo ka qenë shpesh pjesë e diskutimeve publike, jo vetëm për aktivitetin e saj politik, por edhe për temperamentin, reagimet emocionale dhe aftësinë për të futur thellë në biseda konfliktesh. Kjo e bën atë një opinioniste që nuk do të shmang asnjë temë të nxehtë dhe shumë të tjerë e shohin si personin që do rikthejë tensionin e madh dhe analizën e fortë, një element që shpesh publiku e ka kërkuar. Nga ana tjetër, hyrja e Monikës në një format kaq masiv ishte disi e papritur. Ajo është mësuar të jetë në qendër të debatit politik, por tashmë do të vendoset përballë një audiencë krejt tjetër, me energjinë, emocionet dhe impulsivitetin e banorëve VIP. Kjo pritet i jap mundësi të tregojë një anë të re të vetes, më njerëzore dhe më pranë publikut të gjerë, ndërsa analizat e saj do të përplasen me opinionistë të tjerë, duke krijuar një dinamik të re në panel. Reagimet e publikut janë të ndara. Një pjesë e shohin këtë si zgjedhje të guximshme dhe emocionuese, pasi Monika njihet për batutat, ironinë dhe aftësinë e saj për ta mbajtur skenën aktive. Të tjerë kanë dyshime nëse një figurë kaq e fortë politike duhet të jetë pjesë e një formati televiziv argëtues, por ajo që është e sigurt është se emri i saj ka ndezur debat kudo, në rrjet, në media dhe në komunitetin e fansave të Big Brother VIP. Me këtë lëvizje, produksioni duket se synon të sjellë një energji të re në edicionin e 5, duke e nisur sezonin me bujë dhe diskutime të forta. Tani mbetet vetëm të shihet se si do të përballet Monika me sfidën e re televizive dhe si do ta përballojë presionin e opinionit publik në një format ku çdo fjalë, çdo ton dhe çdo koment mund të shpërthejë në debat kombëtar.